Fshati Suka Dajç në njësinë administrative Dajç po boshatisët çdo ditë. Kryetari I fshatit Marrëzhvashja tregon se tashmë në fshat jetojnë vetëm 40 familje nga 120 që ishin pak vite më parë. Fshati jonë përbohet prej 120 shtëpish, familjesh. Sot aktualisht janë rreth 40 familje. Edhe këta që janë gjithë vetëm plec. Parasysh emigrimit. Gjithë ata që janë jashtë menjen, këtu e kanë, vinë çdo verë, vinë 2-3 herë në vit, por deri tash nuk ka investu kush. Shohim ndarë në inshallah. Si shkak I mungesës së fëmijëve është mbyllur edhe shkolla e fshatit. Tu kena pa shkollën, shkolla është mbyllur tash disa vite, se s'ka fëmijë, të rit kanë imigru, por rinin ne kena pas edhe kena të mirë. Vetëm për çështje ekonomike, jo për tjetër. Të gjithë I nimojnë, se mos me animua na parat që marrim pensionistat nuk dalin as për ilaçe, por menimin e tyne. Pak mundohen edhe me tokën, se toka është e mirë. Tashmë që ka filluar edhe sezoni I mbjedhjeve, mungon fuqia punëtore në Suka Dajç, duke bërë që shumë toka bujqësore të mos punohen. Mungesa fuqisë punëtore njët, parem 77 vjeç, deri kur më punohen, po detyrona me I bon se s'ka njerëz. Nuk ka punëtor, edhe ata punëtor që janë shkojnë në përpjante, se atje paguhen edhe më mirë. Vështirësimi I jetesës në këtë fshat ka bërë që familjet e reja të emigrojnë drejt vendeve të perëndimit, ndërkohë që popullsia në Suka Dajç pushohet ditës.